Në popull qarkullon një fjali shumë e thjesht, e kanë modernizu pa lidhje gjinja. Shumë thjesht, e kanë modernizu pa lidhje. Për shemb, a voja, a pula? Kush janë përpara? Voja. Po pse voja? E po, ka kaluar këtë pula pa voja në për dynjo? Pra voja për para, gjithë kina në pule, në e di. Jo, ka thonë, pula për para. Po pse kështu? E po ka ardhë voja, pra, pa punë. E morin tërthurë, jo voja, pula, jo voja. Që më se lëtë. Unë po të pysë qëtër sen shti, pra. A shivi për para, a mjegulla. Kush ka qenë me spari? Po a shi, prej mjegulla. Kush ka qenë për para? A me mjegull pa shi, s'pas, ka se ujë për dashka me pas poshtë. Kush ka qenë me spari, pra? A mjegulla se efte a shivi? Shivi, apo? Pika, pa mjegulla. Jo, pra, pas ka qenë mjegulla për para, pika pa ujë poshtë, pika pa avullim. Pra, këto qka janë? Këto kanë një përgjigje shumë të thjesht, një herë për gjithmonë e likfidon të këtë problem. Allahu gjelle gjelaluhu ve gjelle shanu. Këto gjona vesh në fejë në islami, që të konsjanë, këto me shku në kish, këto dini vetë lodhin para dërës kishës. Ne, jaje. Po, dhe kokoshka për. Jaje, kokoshka. Do të stakatoj. Në islam, ka përgjigjen e vetë me di fjarë. Ka thonë, min kullin khalakna zawjayn ithnayn. Pra çdo gjë kemi kriju femër dhe moshkull. Pra, Allahu xhalla xhelaluhu në fillim e ka kriju një mos edhe një punë. Tonë moje mod vore. Vore vesh baj me thas. Baj me krosht. Për shkak se shkaqet për të ardhur vore janë kriju prej Allahu xhalla xhelaluhu xhalla shanu. Elementi i veprus është kriju prej Allahu xhalla xhelaluhu xhalla shanu. Allahu ka kriju diell edhe ka kriju deti, tani avull e mjegull e shi sa dush, vëllai jam i dashur.